drejtësia duhet vlej për gjithë. Ne kemi respekt për të gjithë ata, për secilin e secilin, që sakrifikuan e kontribuan për çlirimin e Kosovës, për bashkimin mbar e për pavarësinë e Republikës. Mirë po, çfarë do kontributi, çfarë do sakrifice që ka bërë cili do prej nesh, nuk është leje për korrupsion e për pasurim. Prandaj ne themi në çdo tubim, nuk ka edhe patriot edhe hajl. Ose patriot, ose hajl. Nuk ka edhe çlirimtar, edhe zullumçar. Ose çlirimtar, ose zullumçar. E ne jemi bashkë me juve për patriotët çlirimtar kundër hajnave zullumçar. E kur jemi te patriotizmi, kur jemi te patriotizmi, sonte dua t'u them dy gjëra që besoj se janë shumë të rëndësishme. E para, ne jemi për patriotizmin demokratik dhe emancipues, që lirues drejt barazis me popujt e tjerë, kundër nacionalizmit autoritar hegemonist. Pra ati nacionalizmi i cili don të shfrytëzoj e të shtyp të tjerët. Pra po patriotizmit demokratik emancipues, jo nacionalizmit hegemonist autoritar. Kjo është e para. Kjo është e para. E dyta të dashur bashkëdhetar. E dyta, patriotizmi është punë, po patriotizmi është një punë që s'ka pushim. Nuk mund është me thonë, po pushoj bak. Se në këto vitet e mas luftës, fatkeqësisht kemi shembuj të dikujt i cili ka qenë patriot, na nuk e mohojnë. Po mas ne i tha, po pushoj bak. E ju e dini sa i bjen pushimi. Pushimi i bjen korrupsion. Prandaj, patriotizmi është punë pa pushim. Është punë që nuk ndalet, ashtu qysh nuk ndalet frymarrja. Deri në sekondat e fundit jetës. Dhe bile ju e dini këtë traditën e zakonin ton, vazhdon edhe pak pas vdekjes. Sepse shumë njerëz e lën amanet që arkivolin t'u ambulojnë me flamur kombëtar shqiptar.